Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Shikues të nderuar, vazhdojmë me shpjegimin apo me komentimin e shkurtër së surës më të gjatë në Kur'an pas surës Al-Baqara. Ajo është kaptina Ali Imran, e zbritur në Medinë, gjithsej me 200 ajete kuranore. Është e ngjashme me surën Al-Baqara. Kështu dietarët islam kanë thënë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë iqra'u az-Zahrawain. Lexoni dy dritat. Suratu Al-Baqara dhe suratu Ali Imran. Sepse do të vinë nesër në ditën e Kiametit si re apo si hije tuhajjani an ashabihima. Do ta ndërmjetësojnë lexuesin e këtyre dy sureve. Do ta ndërmjetësojnë lexuesin e këtyre dy sureve. Lutim Allahun subhanahu wa taala që Kur'ani famlart, leximi i Kur'anit dhe ajo çfarë e praktikojmë dhe i përfillim këto urdhna të cilat Allahu subhanahu wa taala i ka zbritur në Kur'anin famlart dhe ndalomi nga ndalesat, lutim Allahun subhanahu wa taala që ky libër, Kur'ani famlart nesër në ditën e Kiametit të jetë për neve argument dhe jo argument kundra neve. Qëllimi i zbritjes së kaptinës Ali Imran është ato çfarë e kemi mësuar në surën Al-Baqara, tashi çfarë do të mësojmë në surën Ali Imran është përqëndrimi në hak, në të vërtet, mu përqëndru në atë çfarë thret kjo sure. Kjo sure thret me e vërtetu tauhidin në Allahun subhanahu wa taala. Kjo sure thret me e vërtetu njëshmërinë në Allahun subhanahu wa taala, me e vërtetu që ibadetet i takojnë vetëm Allahut subhanahu wa taala dhe as kujt tjetër. Kjo sure gjithashtu na thret që të mësojmë se si me i kundërshtue dëshirat dhe epshet e kësaj dynjaje dhe se si mu mbrojt nga dyshimet që munën më ardh prej të tjerve. Të nderuar shikues, vëllezër dhe motra, në surën Ali Imran, 120 ajetet e para flasin për dyshimet e komunitetit krishter nga Nejrani, të cilët shkuan në Medinë për të dialogu me Muhammedin alayhi salatu wasalam për disa çështje. Nga pikat kryesore që ishte dialogu, ata thanë se Isa është djali i Zotit. Ata besuan që Zoti ka djalë. Kjo ishte çështja e parë. Çështja e dytë, dialoguan me Resulullahun sallallahu alaihi wasallam, i thanë se Ibrahimi është krishter dhe prej çështjeve tjera që dialoguan me Resulullahun sallallahu alaihi wasallam, i thanë ana urdhëron neve të adhurojmë ty sikur krishtert që e adhurojnë Isën. Këto ishin disa prej çështjeve që apo prej pikave që u dialogu mes, domethënë, krishterëve Nejran të asaj kohe me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Pastaj 80 ajete, domethënë, prej kaptinës Ali Imran flasin për luftën e Uhudit që u zhvillu në Medinë, ku paria mushrike udhëtuan nga Mekkeja në Medinë për ta luftuar Resulullahun sallallahu alaihi wasallam. Dhe mu për këtë arsye dietarët islam kanë thonë se shkaku kryesor i zbritjes së kësaj sure është lufta e Uhudit që u zhvillu në Medinë, dhe gjithashtu kanë thonë se qëllimi apo shkaku i zbritjes së surës Ali Imran është për dialogun që u zhvillu ndërmjet Muhammedit alayhi salatu wasalam dhe grupit përfaqësues të krishterëve Nejran që erdhën në Medinë në Resulullahut sallallahu alaihi wasallam. Nëse dikush pyet pse Allahu subhanahu wa taala e zbriti këtë sure me emrin e familjes së ndershme Ali Imrani. Imrani ishte baba i Meriemës alayhi salam, ndërsa gjyshi Isës alayhi salam ishin njerëz. Kjo familje ndershme ishin njerëz.
sikur gjithë njerëzit të tjerë, por të veçum dhe me përpjekje të mëdha ta adhuroni vetëm Allahun një. Ta adhuronin vetëm Allahun një dhe me Allahun mos ta shoqërojnë askë tjetër. Kështu edhe Isa a.s. ju ka drejtuar Beni Israilëve, komunitetit Shifut, mos adhuroni me Allahun dikë tjetër, por adhuroni vetëm Allahun subhanahu wa ta'ala. Në këtë sure, Allah subhanahu wa ta'ala tregon për lindjen e Mërjemës a.s., nënës së Isës a.s. dhe gjithashtu tregon edhe për lindjen e Isës a.s. që t'ju tregoj Allahu subhanahu wa ta'ala nëpërmes këtyre ajeteve krishterëve në Najran se adhurimet, ibadetet, duat dhe lutjet i takojnë vetëm Allahut subhanahu wa ta'ala dhe jo krijesave. Fillimisht, Allahu subhanahu wa ta'ala ju drejtohet në këtë sure njerëzve, krijesave e veçanërisht besimtarve që ta kanë parasysh bindjen e tyre, dëshminë e tyre në Allahun azza wa jall dhe mos të kenë luhatje në atë çfarë kanë besu, ta vërtetojnë besimin, tauhidin e tyre në Allahun subhanahu wa ta'ala. E vërtetimi dhe tauhidi dhe besimi në Allahun subhanahu wa ta'ala vërtetohet mu në këtë sure, ku thot Allahu subhanahu wa ta'ala në fillim të surës në ajetin e 2, Elif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. I vetmi, i cili meriton me të drejtë të adhurohet është vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala. Huwa al-hayyul qayyum. Allahu azza wa jall është i gjallë dhe i përjetshëm. Nuk vdes Allahu subhanahu wa ta'ala. Në ajetin 6 thot Allahu subhanahu wa ta'ala huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha. Ai ju formoi juve kur ishit në barqet e nënave t'juja si çdon ai. La ilaha illa huwa al-azizul hakim. Nuk meriton me të drejtë adhurohet vetëm se Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe Allahu azza wa jall është i plot fuqishmi dhe i urti. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala në ajetin 18 mu në këtë sure, në surën Ali Imran, thot Allahu gjelle shanu wa gjelle gjelalu, Allahu dëshmoi për vetën e vet dhe me laqet dhe dietarët e drejt që nuk meriton me të drejtë të adhurohet askush tjetër vetëm sa Allahu subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa huwa al-azizul hakim. La ilaha illa huwa al-azizul hakim. I vetmi me të drejtë që meriton adhurimin, lutjen, duat është vetëm Allahu gjelle shanu gjelle gjelalu, i cili është i plot fuqishëm dhe i urt. Allahu azza wa jall në ajetet vijuese i thret krishterët në Najran që ta besojnë ato çfarë Allahu subhanahu wa ta'ala ja ka shpallur Muhammedit alayhi salatu wasalam. Thot Allahu gjelle shanuhu në ajetin 64: Qul ya ahli al-kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum. O ju i thtarët e librit, e jani të bashkohemi, e jani të bëhemi bashk, ta adhurojmë vetëm Allahun subhanahu wa ta'ala. Alla na'budu illa Allah wala nushrike bi shay'a. Ta adhurojmë vetëm Allahun dhe mos ta shoqërojmë me Allahun dikën tjetër. Pasi Allahu subhanahu wa ta'ala në ajetin 84 thot: Qul amanna billahi wama unzila alayna wama unzila ala Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaqub wal asbat wama utiya Musa wa Isa والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Thuaj o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, thuaju i thtarëve të librit, hajdeni dhe ju besoni atë çfarë ne po besojmë.
Ne e besojmë Allahun, besoni dhe ju Allahun. Besojmë edhe ato çfarë Allahu i ka zbritur Ibrahimit a.s., Ismailit, Ishakut, Jakubit, nipave të tyre, Musës a.s., Isës a.s., pejgamberve. Na nuk i dallojmë pejgamberët. Na i besojmë të gjithëve. E ani dhe ju të besoni ashtu sikur ne që besojmë, sepse neve nuk i dorëzohemi askujt tjetër vetëm sa Allahut subhanahu wa taala. Ata thanë se Allahu ka djalë, Isa është djali i Zotit. Allahu subhanahu wa taala ju përgjigj në ajetin 59, ku Resulullahu sallallahu alaihi wasallam i tha: Inna mathala Isa inda Allahi kamathali Adam. Nëse ju po thoni që Allahu ka djalë, sepse është i lindur nga nëna dhe nuk ka bab, do të çuditeni edhe më shumë, sepse Ademi a.s. ka lindur pa nën dhe pa bab. Ata thanë se Ibrahimi është krishter. Pejgamberi a.s. ja citoi atyre ajetin 67, ku tha: Ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan. Ibrahimi nuk ka qenë qifut as krishter, walakin kana hanifan muslima, ka qenë i pastër në besimin e tij ndaj Zotit, dhe nuk është dorëzu askujt tjetër vetëm se Allahut, dhe ka qenë për muslimanëve, wama kana minal mushrikin, dhe nuk ka qenë prej idhujtarëve. Të nderuar vëllezër dhe motra, të nderuar shikues, pas gjitha këtyre ajeteve dhe argumenteve që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dialogoi me komunitetin krishter prej Nejranit, ata në fund nuk deshën ta besonin në Resulullahun si profet dhe nuk deshën ta besonin atë çfarë Allahu ja ka zbritur Muhamedit alayhi salatu wasalam, derisa Resulullahu i ftoi në ajetin e mallkimit, në ajetin el mubahala, ajeti 61. Ju tha atyre: thirrni ju familjarët e juaj, të afërmit e juaj, fëmijët e juaj, bijtë e juaj, edhe unë i ftoj familjarët e mi, edhe pe kërkojmë mallkimin e Allahut. Nëse ne, ju tha Resulullahu, po gënjejmë ato çfarë Allahu mua më ka zbrit, mallkimi i Allahut qoftë unë. Mallkimi i Allahut qoftë mbi familjen time. Por nëse ju po gënjeni ato çfarë juve ju është shpall, mallkimi i Allahut qoftë mbi ju. Kështu që komuniteti krishter prej Nejranit u larguan nga ajeti i mallkimit deri tek nesërmen, ku u takuan ky komunitet dhe bashkëbiseduan dhe thanë: ne duhet të refuzojmë këtë mallkim. Ne nuk duhet të hymë në mallkimin e Zotit, sepse Muhamedi është profeti i Allahut. Kështu që vendosen ta pranonin Islamin, të bëhen musliman, dhe kërkuan nga Resulullahu sallallahu alaihi wasallam një mësues t'ia mësoj atyre Islamin, dinin Allahut subhanahu wa taala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka dërgu njërin prej sahabëve, i cili ka qenë i drejtë, ka qenë besnik. Ai ka qenë Amir ibn al-Jarrah, të cilin Resulullahu e çoi tek ta si ambasador që t'ia mësojnë atyre dinin Allahu xhalla shan wa jalla jalaluhu. Të nderuar shikues, besimtari dhe besimtarja, sikur që duhet t'i merr shkaqet e përqendrimit në fen e tij, karshi çdo lloj dyshimi. Karshi çdo lloj dyshimi, një ashtu duhet t'i merr shkaqet e përqendrimit në fen e tij, karshi çdo lloj dëshire, epshi që ja prish rrugën e tij drejt Allahut subhanahu wa taala, apo që ja dobëson imanin për rrugës së Allahut subhanahu wa taala. Kjo Surja Ali Imran, na mëson se si ta vërtetojmë tauhidin në Allahun azza wa jall, njëshmërinë në Allahun subhanahu wa taala, duke ne të karshi çdo lloj dyshimi që vjen, qoftë nga jashtë apo nga mrena, dhe duke ne të karshi çdo lloj epshi, dëshire që ta ruajmë imanin, ta ruajmë Islamin, ta ruajmë dinin ton, duke bë dua dhe lutje, dhe duke shpresu nesër takimin me Allahun subhanahu wa taala me faqe të bardhë e jo me faqe të nxim.
Në surën Ali Imran, në shumë ajete, Allahu subhanahu wa ta'ala ju thot besimtarve që të luten, të bëjnë dua, ta kërkojnë përshëndrimin, ta kërkojnë imanin, ta kërkojnë islamin. Allahu subhanahu wa ta'ala thot në surën Ali Imran, Rabbena la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. O Allah, mos na i lako, mos lejo zemrat tona të largohen nga udhëzimi, na përqëndro në udhëzim. Na përqëndro në udhëzim, pasi që ti na udhëzove, ti je shpërblyesi më i mirë, ti din me shpërblyje robin tën. Të nderuar shikues, prej fillimit surës Ali Imran deri në fund të surës, shumë ajete kuranore, Allahu subhanahu wa ta'ala na tregon dhe flet se si besimtari dhe besimtarja duhet t'i merr shkaqet e përshëndrimit në fe. Shkaqet e përshëndrimit në rrugën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Në fenë e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, thot Allahu subhanahu wa ta'ala, nazzala alayka al-kitaba bil haqq. Ne ta shpallëm ty librin Kur'anin që është vërtetues i shpalljeve më të hershme. Kjo është shkak. Kur'ani është shkak për shkaqeve. Nëse beson në Kur'an dhe përfill urdhat e Allahut azza wa jall dhe ndalosh për ndalesave, Allahu ka me të forcu, ka me të dhon imanin. Gjithashtu Allahu subhanahu wa ta'ala thot në ajetin 19, inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Vërtet fe e pranuar te Allahu azza wa jall është feja islame. Nëpërmes fejës Zotit, nëpërmes dinit të Allahut subhanahu wa ta'ala e gjen lumturin, e gjen rrugën e vërtet. E gjen rrugën e vërtet. E rruga vërtet është xheneti i Allahut subhanahu wa ta'ala. Lumturia e kësaj dynjaje dhe lumturia e botës tjetër. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala, ja ejuhalladhina amanu, ja ejuhalladhina amanu, ittaqullaha wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ajeti 102, thot Allahu azza wa jall, o ju të cilët keni besu, keni frikën Allahut dhe mos vdisni ndryshe pos vetëm duke qenë musliman. Besimtari duhet me marrë shkaqet, sebepet që të përqendrohet në këtë fe dhe asesi dhe kursesi mos të jetë i dopt karshi dyshimeve dhe të jetë i dopt karshi epsheve dhe kujteve të kësaj dynjaje, por ti merr shkaqet që mos vdes ndryshe vetëm si besimtar i vërtet dhe nesër të takoj Allahun subhanahu wa ta'ala me faqe të bardhë e jo me faqe të nxim. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Gjithashtu për shkaqeve që besimtarët dhe besimtarja që Allahu i ka përmend në këtë sure është vllaznilloku. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Boni vllazën, kapnu për litarin e Allahut azza wa jall, wa la tafarraqu, dhe mos u përçani. Dhe mos u përçani. Gjithashtu Allahu subhanahu wa ta'ala thot, waltakum minkum ummatun yad'una ila al-khayri wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Thot Allahu azza wa jall, let jet një grup pi juve, të cilët thirin në rrugën e Allahut azza wa jall, ndalojnë njerëzit nga e keqja, urdhnojnë në të mirë, wa ulaika humul muflihun, këta janë të shpëtuarit. Nëse don me qenë i shpëtuar, për shkaqeve të përqendrimit në rrugën e Allahut subhanahu wa ta'ala është mi thirr njerëzit në të vërtetë, mi thirr njerëzit drejt ibadetit Allahut subhanahu wa ta'ala, mi thirr njerëzit drejt rrugës së Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, rrugë e cila thot besoni vetëm Allahun dhe mos i bëni shirk atij. Besimtarët, muslimanët e humbën luftën e Uhudit për shkak disa muslimanëve të cilët e nguan shejtanin dhe nuk e përfillën urdhnin e Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, u mashtruan dhe zbritën prej kodrës rimatit dhe për shkak atyne plashkave të luftës, sa për pak që ta fitonin luftën besimtarët karshi mushrikinave, disa prej muslimanëve që ishin në kodrën e rimatit që pejgamberi ju tha mos zbritni nga kodra derisa
derisa e sheni që po fitojmë, por ata zbritën për t'i marrë ato plashkat e luftës, e thyen urdhrin e Allahut dhe pejgamberit dhe humbën luftën e Uhudit. Por Allahu subhanahu wa taala gjithashtu për t'ju dhënë shpresë, për t'ju dhënë ymyt besimtarëve që mos ta humbin shpresën, për t'i përforcu, për t'i përqëndru drejt së vërtetës, e mbyll këtë sure me ajetin e fundit ku thot Allahu subhanahu wa taala: ja ejuhalladhina amanu sbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. O ju të cilët besoni, o ju besimtar, bëni durim dhe jeni të durueshëm, mos u dobësoni. Wattaqullah, keni frikën Allahut subhanahu wa taala nëse doni që të shpëtoni. Shikues të nderuar vëllezër dhe motra, kjo ishte ajo më e pakta çfarë mujta unë së bashku me juve që të jetojmë në këtë muaj të bekuar të Ramazanit, të jetojmë së bashku me surën Ali Imran. U munduan që të nxjerrim disa mësime, përfitojmë nga kjo sure, që çfarë kërkon kjo sure nga ne. Kjo ishte ajo çfarë më mundsua të jetojmë së bashku në hijen e kësaj sure, edhe pse dietarët islam kur e kanë shpjeguar këtë sure, kur kanë folur mbi këtë sure, kanë folur dhe kanë nxjerrur mësime dhe mësime, por mu është mundsu pak që sadoku do të përfitojmë nga kjo sure, që të jetojmë me këtë sure. Nëse dikun kam gabu, ishte nga mos përgatitë e ime, aty ku e kam qëllu ishte nga Allahu subhanahu wa taala. Kështu që vazhdojmë me komentimin e sureve të Kur'anit në muajin e Ramazanit. Kështu që lutim Allahun subhanahu wa taala ibadetet tona, lutjet tona, agjerimin ton, Allahu ta ketë pranu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.